për interes nacional, unë po besoj që këtu ka qenë ajo qëllimi. Nuk e besoj që ja kanë dhënë një oficerit të sigurimit sërb për të punu kundër Kosovës. Këto shërbimet kanë të lejuar disa gjona, po besoj. Kur është interesi nacional, këto shërbimet përpiqen gjithmonë me rekrutu sa më shumë spion dhe në agenturën e shtetit që konsiderohet armiqësor, pra zbulimi i vendit. Tani, a ka pas ky aftësi dhe a ka luajt në rol në këtë aspekt, unë nuk e di, nuk e di edhe pse janë përdor ato mjete, por e di që ky ka pas një institut, kujtohet ta më në emri si është quajt, por një institut për marrëdhënie ndërnacionale, domethënë mes serbëve, shqiptarëve, ku diun si është quajt, dhe nuk e di çka ka bën atë institucion. Por po besoj që tani më qenë se e kanë marrë, ai do të sqaroj. Nëse vërtet ka qenë aq i aftë, sa vetë të paguhet nga shiku, nga AKI-ja, edhe të shërbej edhe shiku të Kosovës, të shërbej edhe se ka qenë ngarkuar me detyrë nga shërbimi. Na i kemi ata 2 oficerë të cilët konsiderohet që e kanë ngarku me detyrë dhe i kanë dhënë mjete për të punu, ata duhet me dëshmu të dytë dhe ato drejtoritë që e kanë marrë në trajtim, duhet të dëshmojnë, por këto dëshmitë e shërbimeve janë problematike sepse ka shumë gjëra të cilat nuk duhet të dalin. Mbi gjitha, shërbimi jonë, domethënë AKI-ja, sipas ligjit e ka të ndaluar që të veprojë jashtë vendit, domethënë jashtë Kosovës e ka të ndaluar që të ketë informator të ndryshëm, që të veprojë, por është çështje e ligjit, çështje e prokurorit se çka vendos, a me liru, a me majt në hetim. Gazetari Milaim Zeka ka thënë që e bën qëllimisht që arrestua në moment që unë isha me të. Në mos gaboj, ka thënë që po i dorëzonte një material. Unë nuk e di. E pash Milaimin që në një intervistë në Klan Kosova atje. Në Klan Kosova, se pash në tërësi, por e pash pjesërisht. Nuk e dija që ka qenë me te, por ai ka taku të gjithë që kanë pas interes për te. Tani unë, Milaimi e din se çfarë ka folë, pse është taku, dhe edhe kjo mund të qëndroj, që ka pas në një material kompromitues për pushtetin aktual, dhe me qenë se Milaimi llogaritet si simpatizant më i madh i Joni, i Partisë Demokratike dhe i partive që janë në opozit, po besoj që kanë pas frikë mos që ka dhënë ndonjë material kompromitues. Ai tha që ka pas një material kompromitues për zotin Rashiq, deputetin Rashiq, unë nuk e di tamam, por këto çështjet materialet kompromituese të stisura, sa për zhurmë, sa për kështu, unë nuk ju besoj, sepse kam dëgjuar në disa raste që kanë bërë këti regjistrime, gjoja që janë të individëve të caktuar në fakt nuk kanë qenë improvizime dhe me serbisht e jo tamam siç e kanë pretenduar.